edhe muzika shqiptare, le të themi, nuk mund t'i shpërtoj këtij, le ta quajmë virusi, që vinë nga gjitha anët. Dhe në fund të fundit publiku është ai që është konsumatori. Ku qëndron për mendimin tim problemi? Arti është i lirë, muzika është e lirë, kënga është e lirë, mund të krijoj qoftë edhe kushdo. Por në qoftë se publikut i afrohet në mënyrë dinamike arti mirë, arti kuruar mirë, profesionalisht, nga artistë mirë, nga trupa profesioniste të mira, apo muzika, qoftë kjo edhe në muzikën e lehtë nga festivale të mira, sigurisht që publiku do filloj dhe do të marrë dhe do të ushqet me atë dhe do të shijojë atë ushqim që artisti në këtë rast ose krijuesi i jep. Në rast të kundërt, nëse do lihet ky boshllëk, i cili faktikisht në Shqipëri le ta themi që është ndier, ka pasur një boshlik të tillë, sigurisht që do mbizotroj pjesa tjetër, do dali ajo përpara, e cila e ka shumë të thjeshtë. Por un jam me këtë që duhet të mbetemi tek e para, tek profili profesional, sepse në fund të fundit arti është edukim. Është edukim. Ti në qoftë se do ndjerësh një këngë publikisht, ajo këngë mund bëhet virale, por në rastin që ajo bëhet virale, ajo ka mesazh kënga. Po mbas mesazhit ka një melodi, po mbas melodisë le të themi që ka një orkestracion të bukur. Pra të gjitha këto së bashku, të gjithë këto komponentë së bashku krijojnë një krim të mirë, i cili duhet të jepet publikut në mënyrën më të mirë të mundshme.